përsëri kryefjala e zhvillimeve në Shqipëri ka qenë dhe mbetet protesta madhështore e të rive dhe qytetarëve shqiptar. Protest e qendrestarëve të pamposhtur, e idealeve më të larta dhe më fisnike të trive shqiptar. Nga 90-ta deri sot, Shqipëria nuk ka njohur ndonjëherë një protestë rinore, një eksplozion të idealeve, emocioneve, civilitetit të trive shqiptar të mbështetur masivisht dhe nga qytetarët shqiptar, qytetarët e Tiranës, por dhe nga diaspora dhe qytetarët tjerë shqiptar. Në këtë kuadër, vazhdimësia e protestës, masiviteti i saj i përnatshëm, janë bërë burim shprese, kanë ngrohur zemrat e qytetarëve shqiptarë në Shqipëri dhe në mbar botën kudo që janë. Kjo protest duhet të fitojë dhe ka vetëm një kusht: mbështetjen e fuqishme nga mbar qytetarët shqiptarë. Dhe thirrja ime është për çdo demokrat e demokrat, për çdo shqiptar dhe shqiptar, kudo që ndodhet, në Shqipëri, jashtë saj, në diasporë, është të mbështesë protestën e trive shqiptar, si shpresa më e bukur për shqiptarët, Shqipërinë dhe të ardhmen e vendit. Secili shqiptar duhet mendoj për një moment se do t'jetë historik kontributi i tij në suksesin e kësaj proteste. Por krahas saj, çdo ditë dhe çdo natë dalin si hije të zeza terri, si demon të vërtet, qëndrimet ndaj protestës të Edi Ramës dhe pufadorëve të tij të neveritshëm, të cilët nga mjezi gjendar shfrytëzojnë çdo hapësirë dhe çdo mjet për të ndërmarrë sulmet më të shplara, më banale, më primitive, ndaj idealeve rinore, europiane dhe mbarzëve të tyre të rive shqiptar. Kësaj fushate të neveritshme i prin vetë direkt kreu i Meduzës, kreu i organizacës kriminale në pushtet Edi Rama. Ndiqeni me vëmendje se përpjekjet e tij. Pasi e kuptoi se betejë zhvillohet jo në universin që kontrollon ai të mediave dhe portaleve të pafundme të tij, por kjo betejë zhvillohet në universin digjital. Pasi demonizoi blogerët,
influencerët, pasi shpalli si baloz të zi algoritmin, Edi Rama u rikthye në genin e tij. Çdo ditë dhe çdo natë kalon nga bota digjitale në botën e errët të policisë sekrete shqiptare. Merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një avresht njërin apo tjetrin personazh, pse mori fjalën, apo pse dhe tha një parull që s'duhet ta thoshte ta zëm.